Këtë të ente, deputetët e opozitës sërish nuk janë paraqitur në komisionin e posaçëm për reformën territoriale. Bashkryetari i komisionit, Arbian Mazniku, tha se do t'i propozojë seancës plenare ndryshimin e projekt vendimit mbi mënyrën e funksionimit të komisionit. Kjo për shkak se opozita prej disa kohësh ka bojkotuar dhe nuk merr pjesë në komision. Ne jemi përpara një sfide shumë të vështirë. Sfida që kemi është kufizuar nga një seri datësh saktuara. Zgjedhjet e radhës vendore do të bëhen në prill-maj të vitit që vjen. Dhe për këtë arsye është e rëndësishme që ne këtë reformë për cilën jemi mandatuar nga Kuvendi i Shqipërisë për t'ia propozuar Kuvendit për miratim, ta kalojmë përpara muajit korrik të këtij viti. Ne kemi treguar në mënyrë sistematike që kur u themelua në datën 27/10 ky komision nga vendimi i Parlamentit gatishmërinë për t'i krijuar të gjithë hapësirën e nevojshme e opozitës. Mund të vijoj më me këtë koncept I cili e ka kthyer dëshirën tonë për të bashkëpunuar në një mekanizëm bllokimi që nuk na çon përpara. Ndaj do doja dakordsinë tuaj në mënyrë që ne të kërkojmë seancës ndryshimin e vendimit për të ndryshuar numrat dhe bashkëkryesinë. Mazniku shpreh se komisioni duhet I kthehet normalitetit për të vijuar punën.